Mungesa e investimeve nga Bashkia Lezhës ka detyruar banorët e fshatit Gryk Manati në njësinë administrative të Kolçit të riparojnë rrugët të cilat çojnë në fshatin e tyre. Banorët shprehen se vazhdimisht i kanë riparuar vetë rrugët, pasi institucionet shtetërore nuk kanë vënë dorë asnjëherë. Ata thonë se rruga ishte e dëmtuar aq shumë sa që ishte bërë pa kalueshme. Banorët thonë se nuk do të dalin as në votime, pasi nuk kanë se këtë votojnë. Kjo ko 15 vjet që ashtu. Nuk kanë gjënë zot me qa fortën, shqyqyrë si herë pa qa, sot jenë të e drejto, komuniteti vetë, pa nimë në kërkuj. Puna që po bojmë sot, edhe para kësaj kohë, është puna që ka bën vetë komuniteti, me shpenzimet e veta, dhe pra asnjë burim tjetër. S'ka investu në herë bashkia, komuna? As ka investu, as e merë munimin kush, as i ka rëndër me në kuj për këtë. Rruga ishte shumë problem, sa është bën gjithë gropa humnere, edhe po shkojnë makinë dëm. Shumë problem ishte. Tanë gropa, s'ka pas kush me vunë, vetë në private jenë ato e bëgte. Pa investu, shteti asgjo vetëm ne. Janë rreth 500 metra rrugë që banorët e Gryk Manatis e mirëmbajnë me fondet e tyre, ndërkohë që ata i paguajnë shtetit çdo detyrim sa i përket taksave, duke pas parasysh edhe detyrimet për shërbimet e tilla.